Më në fund, erdhi dhe puthja e parë në Big Brother VIP 5, puthja shumë pritur, të cilën edhe publiku po e priste pafund, e kam parë në rrjetet sociale, kishin shpërthy viraliteti, hajde bravo, puthen e kështu me radhë. Nëse unë e shoh krejt në të kundërt. E shoh që në këtë rast puthja është zhvlerësuar jashtëzakonisht shumë. Për mendimin tim, puthja është institucion. Puthja është një veprim i shenjtë i cili rrjedh nga dashuria, rrjedh nga afeksioni, rrjedh nga dashuria prindërore e kështu me radhë. Puthja në vetvete nuk i jepet gjithkujt në çdo moment dhe gjithkund. Sepse robi kur të puth të vlerëson. Pra, kemi puthje dashurie mes burrit dhe gruas, kemi puthje një dashurie më hyjnore që është mes djalit dhe nënës, mes vajzës dhe babait, mes motrës dhe vllait dhe anasjelltas. Pra, puthja është një veprim hyjnor ose veprim i shenjtë që vjen pasi të flet zemra dhe pasi të flet shpirti, jo kur të flet truri, jo kur truri jo të bën llogari. A në këtë rast unë mendoj se është zhvlerësuar puthja duke u përdorur si një mjet për të qëndruar qoftë edhe një javë më shumë në shtëpinë e Big Brotherit. Unë mendoj se kemi një problem konceptual. Nuk rrihet në shtëpi thjesht duke u puthur. Nuk rrihet në shtëpinë e Big Brotherit, thjesht duke u puthur. Në shtëpinë e Big Brotherit rri sepse ke disa vlera, ke disa mënyra me cilat ti ke vendosur të sillesh, por se ti u puthe, edhe aq më tepër kur kjo puthje vjen sepse un jam apo ti je në nominim dhe hajde puthemi që ta shpëtojmë dhe kësaj radhe, këtu është problemi. Pra është gjunaf ta keq përdorësh një veprim kaq të shenjtë sa që është puthja thjesht për të qëndruar në shtëpinë